gjithmonë. Se shumë bukur i Jo, thamë. me gjithë kuptoj, pse u bë kaq e vështirë që të pranoheshe që ka një aleancë mes Mirit dhe Selina. Ajo është e kaq e qartë, bëhesh e pyetje a ka aleancë ose po. Po kam aleancë, dua të luaj deri në fund. Kaq mbaroi, kjo është loja ime. E di kush është aleanca më e frikshme aty? Unë mendoj që është Miri me Loren. Me Loren? Me Loren, ato e kanë në heshtje. Ato e kanë heshtje, ti je i bindur që ato kur vi momentin distancë, ato do e marrin njëri tjetrin. Ne këtu do jemi me një zinxhir, televotime kështu nga ato që do hapen të shpejta. Meridian. Ajo as nuk diskutohet sepse ato e thanë edhe kur janë tërkohën e mbrojnë njëri tjetrin, janë bashkë. Shiko, vetëm se kanë gjë aleancat ata janë aleat me njëri tjetrin. Shiko, aleancat e detyruara nuk funksionojnë asnjëherë. Po e pra kjo ishte shumë e hapur, shumë nuk u duk, domethënë po që ka që lexueshme më duk shumë me mërzi. Po. Ma ajo është mundu me marr, Miri po mundohet, ta thash, Miri po mundohet me boca ushtar që ti ketë për rrugës, për t'i lëshu. Se normalisht bigu i do një 2-3 që kur t'je dikush në dhomë dhe unë mos t'jem të mbin të asheteme qa u tha, qa u bë, që t'ket gjatë gjithë kohës informacione. Dhe Miri po e luj qik me lezet, pavarësisht se unë mendoj që a du t'kishte marrë stafetën, nëse do t'jetë lider shpije, a du t'marrë stafetën dhe nuk ka nevojë as për asin ato aty, moshën e ka, zyrarsin e ka, pjekurin e ka, gjitha e ka. Po tash nuk e di pse rrin hije dhe rri bo, domethënë, mus më duket normale për vete dilja çdo prime, të diskutosh atë kërvati, goca, fëmia, i përktheli flokën si përktheli flokën. Nuk ka ngjarje. Meridian nuk ka ngjarje tjetër. Po s'kan boba pikërisht pra. Ja, po ai e prisi vërtet. Ai nuk duhet të thoshte jo po djali. Megjithatë un kam përshtypjen nuk do ta bënte atë. Edhe nuk që kjo Selin do iki nga krevati. Kam përshtypjen do iki nga krevati, kam përshtypjen që ata nuk do jenë për shumë gjatë aleat. Jo, për sa Kodorin ata. Jo, ajo është shumë vetmitare, shiko, shumë e fort Selin, mbaj mend. Ajo është shumë luftarake vetëm, nuk do jetë. E di kush ishte më e bukur që do ndodhi për këtë që the ti. Fjala që i tha Arbri që ta dëgjonte e ka përdor Selin Mirin. Po pra. Kjo do e bëj Mirin të reflektojë tani dhe ka për të një truni. Eksakt, po. Kështu që megjithatë, ajo po më habit edhe kjo Brikena, u shfut në lojë shumë lezetshëm, domethënë shumë këndshëm me ato argumentet. Jo, ka argumente, është goxha e vëmendshme në lojë. Brikena është topi ishte sot. I dha 2-3 argumentat aq sakt pa ju dridhur syri, respekte për Brikenën sot. Jo, realisht është shumë e qartë, pra shumë e thjeshtë. Vajzë vogël, po sot ka qenë sniper. Me aq sa foli goja ju mbu. Ai që më knaq fare mos të naltë, domethënë. Ai është nuk e di kur fillon të argumentojë, e ka mendimin brillant fare, është figurë. Rimin po ka i lexoj dhe ajo e vetë ndjera që unë jam i fort. Tani më dëgjoni mua. Më kupton Monika? Problemi është unë shoh dakord, po i lexoj edhe banorët janë të tërhequr nuk i kthehen, edhe kjo nuk më pëlqen. Se jam i bindur që dikush tjetër do ishte kthyr domethënë, po thjesht e ruajnë tani dhe nuk i kthehen dhe kjo nuk më duket fair. Dhe është gabim banorëve. Kjo është çik problem kjo që thotë edhe Meridiani, po nuk më duket të kaq e ndjeshme kjo gjë, duket sikur ka kaluar që nuk është shumë. Jo, se disa runa aty drini se po ti themi në gjë ne varsi do interpretohet jashtë, ne jemi publik shumë i çuditshëm. Ne edhe nëse do ja themi diçka në lojë do fillojmë pastaj direkt si a tha, si e bëri dhe kanë shumë frikë se është shumë e ndjeshme si situatë. Po nuk hyn në vetvetja, prandaj po thosha, edhe po pra, edhe un po tisha brenda do kisha pas. Ato që thot po babi, goca ime ta justifikoj tezën. Është më sportiv se sa kaq. Po Sara, edhe ne po tishim aty brenda, besoj në këtë situatë do kishim qenë shumë siklet. Po normal nëse po t'ishte në tavolinë me këtë muhabet do bute gallat gjithkohë, sha baba, po t'ishte një tjetër lojtar dhe Miri t'ishte duke pa atë lojtarin që thot e kam si vajzën time, do qeshte me lot. Miri që një fund. Domethënë, aty brenda ecin me idenë që o bobo pa qenë vetvetja, po s'qen natyral, nuk kanë për të shtyr shumë. Kam përshtypjen që kësaj e vështirë për ta asimiluar, na duket e Selinës Mirit nuk i pëlqeu shumë fakti që i dolën këto muhabetet që kishte bërë me gocat e tjera, dhe u ndje keq aty dhe pse çka kujton. Reagoi dhe keq edhe Po pse Miri
Jo, Miri nuk mendonte që njerëzit aty do flisnin? Patjetër që Po. mendonte. Po kur e shef Në ashtu, momentin që ai e bën këtë lojë, pse të tjerët nuk e se shikojnë? Patjetër që e shikojnë. ajo batuta e Mirit që kishte thënë për një ditë e bëra vajzë, domethënë ishte në kuptimin që shiko se e bleva si Po unë lojtare për një ditë. Edhe vetëm batut me ironi nuk ishte, ajo thjesht për t'i mush mendin atyre e bëri që po. Banin duhen vetëm ca sekonda, është një gjë që dihet, jo një ditë po. Ajo që unë mendoj është se akoma nuk ka ngjarje, nuk ka historira, nuk ka konflikte të forta. Ja të shikojmë. Edhe kam vështirë na i qetësuan dhe Vrenozin, i fund i bën shiringën e trëmbën Vrenozin. Kush Vernozi mos mor do përcasi prapa e ke seriozisht ti. Shive, në momenti që mund shpëtoj Senoja, do shohësh reagimin e Vernozit ti. E gomar, po të thash e gomar. Edhe ai Eugenit, ai justifikoi sa doj, ai e njeh, e di që është gjak nxehtë dhe prandaj e bëri. Absolutisht. Eugeni bëri gabimin më të madh. Ti kërkoj falje, fare më, as falje as i gjë. Pse falje? A kemi hapur kështu? Ju të dalin nga vetja komplet dalin. Ka dhe i gjë që Bigu nuk është TikTok, se në TikTok ti e nis video nga fillimi, dal ta bëj edhe një herë, ta them edhe një herë e kështu, po aty reagimet janë A e patju xhirimin rikthim Iliri po përqafonte Eugenin që Eugeni ju toroqi çik kështu, pasaj vajti zgjodhi atë gocën, por ka një gjë të vërtet, se ai tha që Iliri tha që në këtë mënyrë se si më ke folur ti, ne flasim vetëm ne Korçak. Pra ka diçka që Eugeni ja dinte Iliri. Tani ka luajtur i çik me dy burra. Ja ta them unë jo. Iliri e tha shumë mirë. Ti po bëja atë që mua ma bëjnë kosh kur më talli, që më thasin Iliri dhe kthejnë kokën në anë tjetër. Dhe kjo e kishte prek Ilirin. Po pikërisht pra. Po në fundit mu s'më intereson fare, vase ka marrë për klyt. Të dogji po, hap derën dit po s'pëlqeu. Mirë, absolutisht, po themi që në një farë mënyrë dhe Eugeni ka luajtur, ajo më falja, po mos ta lënë ta vazhdonte. Po kjo pra ishte, e bëra, vazhdoje. Ciao. Hajde, shikojmë pastaj. Ciao, ciao.